Fete Gashi Zyra. E pra, spektator të nderuar, e ju, telespektator të nderuar, kudo që jeni, në Medvegj, në Preshev, në Bujanovsk, në Kumanov, në Shkup, në Prapastic, në Diaspor, aty ku i thojnë bukës buk, pasulit pasul, speqit speq. Mirë se erdhet në emisionin më të shiquar Odeo! Po ku e gjete? Bashmu do me ma marë punën, kur more rolin tem, pse s'pe mërët në i femrës? Mere për shemull, hajtë mere të shkurtës të ronje tona, pse rolin tem bash? A jam mirë vaj? Mirë. Që shpo dokna? Mirë. Telespektator të nderuar, kudo që jeni, mirë se erdhet në emisionin o rënjët tona. Po? Ne sot kemi ftuar një musafir, një rapsod, shumë të respektuar, që vjen nga treva tona shqiptare. Mirë se erdhe zotri. Shkurtë bre. Është një emision shumë i mrekullueshëm edhe shumë i shikueshëm. E sidomos ti që udhëheq e gjaki onën, së bash o kon emision i qëllun për ty e shkurte. Se ti je legjend e kongës folklorike, ti edhe Shyrete Bejuli. Pra, zotri i nderuar, çfarë na keni sjellur sonte për emisionin tonë Rënjët tona? Lulluza i fosha, lulluza i mawale, mare bokorina karon dënja, komi e kona, në kamar mali, asyte mi janë mosh me vaj. Po shkurte? Ju falemderit zotri për këto emocione të bukra që na sollet në emisionin shumë të shikuar Oksigjen. Zoti mvrap gabova. Një ndërqafsha gjë na em. Po kush jeti tash? Ka ndrove zonin kështu? Qish më dhe nuk pejden kush jam, a fola me ty pare 2-3 ditë në telefon? M'fal. Ti je ajo këngëtarja Gjezidja, po? Zyra Fete Gashi Zyra. E pra, spektator të nderuar, e ju, telespektator të nderuar, kudo që jeni, në Medvegj, në Preshev, në Bujanovsk, në Kumanov, në Shkup, në Prapastic, në Diaspor, aty ku i thojnë bukës buk, pasulit pasul, speqit speq. Mirë se erdhet në emisionin më të shiquar Odeo! Po ku e gjete? Bashmu do me ma marë punën, kur more rolin tem, pse s'pe mërët në i femrës?
Merre për shembull, merre të shkurtës të rënjet tona, pse rolin të mbash? A jam mirë vaj? Mirë. Qysh po dokna? Mirë. Telespektator të nderuar, kudo që jeni, mirë se erdhet në emisionin o rënjet tona. Po? Ne sot kemi ftuar një musafir, një rapsod, shumë të respektuar, që vjen nga treva tona shqiptare. Mirë se erdhe zotri. Shkurtë bre. Është një emision shumë i mrekullueshëm edhe shumë i shikueshëm. E sidomos ti që udhëheq e që ja ki onën, së bash o kon emision i qëllum për ty e shkurte. Se ti je legjend e kongës folklorike, ti edhe Shyrete Bejuli. Pra, zotri i nderuar, çfarë na keni sjellur sonte për emisionin tonë rënjet tona? Luliza i fosha, Luliza i mavale, mare bokorina karon dënja, komje kona, në kamar mali, asyte mi janë mosh me vaj. Po shkurte? Ju falemderit zotri për këto emocione të bukra që na sollet në emisionin shumë të shikuar Oksigjen. Zoti më vrap gabova. Në ndërqofsha gjë na em. Po kush jeti tash? Ka ndrove zonin kështu? Qysh më dhe nuk pejden kush jam, a fola me ty pare 2-3 ditë në telefon? Më fal. Ti je ajo këngëtarja Gjezidja, po? Zyra thete gashi zyra. E pra, spektator të nderuar, e ju, telespektator të nderuar, kudo që jeni, në Medvegjë, në Preshev, në Bujanovsk, në Kumanov, në Shkup, në Prapastic, në diaspor, aty ku i thonë bukës buk, pasulit pasul, speqit speq. Mirë se erdhet në emisionin më të shiquar Odeon! Po ku e gjete? Bashmu do në me marë punën, kur more rolin tem, pse s'pe mërë të një femrës? Merre për shembull, merre të shkurtës të rënjet tona, pse rolin tem bash? A jam mirë vaj? Mirë. Qysh po dokna? Mirë. Telespektator